Debati politik në Shtetet e Bashkuara është përshkallëzuar, ndërsa presidenti Donald Trump u ka bërë thirrje republikanëve në Kongres të vazhdojnë punën edhe gjatë pushimeve të Pashkëve për të miratuar një ligj të diskutueshëm mbi votimin. Gjatë një fjalimi në Memphis, Trump kërkoi që projekt ligji për identifikimin e votuesve të lidhet drejt për drejt me sigurinë kombëtare. Ai theksoi se kërkesa për dokument identifikimi me foto dhe prova të shtetësisë për votuesit është thelbësore për mbrojtjen e vendit. Në mënyrë të pazakontë, presidenti përdori edhe një apel simbolik, duke u dhënë ligjvënësve republikan që ta miratojnë ligjin për Jezusin, duke i nxitur të shtyjnë pushimet dhe të fokusohen tek miratimi i tij. Projekt ligji parashikon që çdo qytetar të paraqesë prova të shtetësisë amerikane për të regjistruar si votues dhe një dokument identifikimi me foto për të votuar. Megjithatë, ai përballet me kundërshtim të fortë nga demokratët, të cilët e konsiderojnë si një masë kufizuese për pjesëmarrje në zgjedhje. Situata komplikohet më tej nga bllokimi i pjesëshëm i financimit për Departamentin e Sigurisë Kombëtare, që vazhdon prej mesit të shkurtit. Demokratët kërkojnë reforma në politikat e emigracionit, ndërsa republikanët po e përdorin këtë moment për të shtyrë përpara ligjin e ri. Për shkak të mungesës së fondeve, mijëra punonjës të sigurisë në aeroporte kanë punuar pa pagesë për javë të tëra, duke krijuar vështirësi në funksionimin normal të shërbimeve. Në Senat, republikanët kanë shumicën, por jo votat e mjaftueshme për të kaluar projekt ligjin pa mbështetjen e demokratëve. Me pushimet e Pashkëve që afrohen, mbetet e paqartë nëse thirrja e presidentit do të ketë efekt në zhbllokimin e situatës politike.